Ai njihet për penën e tij të mprehtë, një satir që godet me finese mençuri realitetin e përditshëm. Bëhet fjalë për mjeshtrin e madh Bujar Kapexhiu, i cili vjen në edicionin e 28 të Panairit të Librit me 2 libra, Seferi i Tiranës, një përmbledhje satirash dhe poezi, humor dhe satir. Në një intervistë për CNA, Kapexhiu tregon se ku qëndron sekreti i suksesit të tij. Në përgjithësi godas të gjitha fenomenet që janë negative, që janë prapanike, do të thonë që nuk i takojnë një shoqëri që është në prosperitet, një shoqëri moderne, një shoqëri evropiane. Pra të gjitha këto fenomene që hynë në karakterin e njerëzve, në organizimin e institucionit, në problemet qeveritare, në të gjitha këto, pra individi, familja, shoqëria, në të gjitha këto fenomenet që janë negative, unë i godas, naturisht, i godas është fjale madhe që i godas, po do të thënë, krijoj humor me ta, krijoj satir, për të treguar njerëzve që këto fenomene nuk duhet të ndodhin, këto sjellje në shoqërinë tonë nuk duhet të jenë në vazhdimësi, po duhet të i zhdukim aq sa mundemi ne në përparim me sipër, aq më tepër që jemi drejt Europës. Por gjithmonë me se humori ka një qëllim që të tallesh, do të thonë jo të shash, po të stigmatizosh, e kupton, kështu që të godasësh në thonjza, por gjithmonë pa fyerje, pa denigrime dhe gjithmonë në sensin e bukur të humorit edhe të satirës, që përveç mesazhit për ta marrë, mundësisht të ketë dhe një të qeshur ose një buzëqeshje. E duke qenë se modestia është karakteristike e njerëzve të mëdhenj, Kapexhiu pranon se edhe ka gabuar në humorin e tij. Ajo është e brendshme e çdo krijuesi i cili nëse është me një moral të mirë, në qoftë se nuk është sherrxhi, në qoftë se nuk është inatçi, në qoftë se nuk do të marrë hak dhe nuk do të krijojë sharje, dashje pa dashje, duke ruajtur etikën, ai gjithmonë e godet personazhin, problemin, fenomenin, faktin ose batutën, por natyrisht me etiket dhe me një sens të bukur humori. Sigurisht që jam munduar të jem brenda etikës, por nuk do të thotë që edhe pena ime nganjëherë nuk ka shkar. Domethënë, në ndonjë gjë pazarar, por megjithatë e kam rregulluar në herë të tjera dhe me atë guximin qytetar kam kërkuar edhe ndjes. Por, pse humori është i garantuar të jetë i suksesshëm? Po, e shikoj që ka shumë interes, sepse kudo në botë, në gjithçka, në krijimtarinë e artit komik, pëlqejet satira dhe humori, në të gjitha zhandret, filmi, teatri, estrada, aq më tepër dhe tek shkrimet humoristike, që më vjen keq që këtu ka shumë pak humoristë që shkruajnë humor. Ka shumë që bëjnë poezi, ka shumë që shkruajnë drama, novela, romane, por shumë pak ata që merren me humorin edhe me satirën. Prandaj edhe lexuesit ose spektatorët janë të prirur ndar humorit dhe satirës. Vetë fakti ju e keni parë që filmat komik ndiqen shumë më tepër, librat me humor kërkohen më tepër, sepse jo vetëm që e thon mesazhin e tyre, por e rëndësishme është që ndjen një satisfaksion, ndjen një kënaqësi, ndjen një çlodhje dhe fundit është moment gazmor me humorin që është në relaks, në qetësi, me një fjalë, me humorin njerëzit argëtohen. Ka një thënie, humori është privilegj i të mençurve, por jo vetëm ata që e krijojnë, po dhe ata që e konsumojnë, edhe ata që e lexojnë, ata që e shohin, duhet të jenë në nivelin do të thonë që ta kuptojnë, e kupton të qeshin, do të thonë duhet jenë të mençur në këtë drejtim. Megjithëse thonë që ka njerëz që qeshin një herë kur e dëgjojnë për shembull një barcolet, po ka njerëz që qeshin dhe 2 herë. Një herë kur e dëgjojnë dhe një herë kur nuk e kuptojnë. Por ka nga ata që qeshin 3 herë kur e dëgjojnë, kur nuk e kuptojnë dhe kur ja shpjegon.
Në fund, mjeshtri i madh Bujar Kapexhiu ka edhe një thirrje për qytetarët. Njerëzit kanë dëshirë të lexojnë, megjithëse është edhe një atmosferë sikur thuhet, sikur nuk duan të lexojnë. Jo, ata që janë mësuar të lexojnë, ata që e duan librin, gjithkund ndodhen nëpër korridoret dhe nëpër stendat e këtij panairi dhe ne i falenderojmë dhe i ftojmë që të vinë sa më shumë në këtë panair. Edhe ata që na shohin dhe në qoftë se nuk kanë ardhur në panair ose përtojnë të hyjnë nëpër librari, unë i them, mundoni, bëni një hap që hyni në librari, ashtu si që hyni në një supermarket, ashtu si që hyni në një restorant, hyni edhe në librari, se do gjeni ushqimin më të mirë të mendjes tuaj.